Të shqiptarëve, duke denoncuar mbrojtjen që korrupsioni e Edi Ramës, korrupsioni e tij familjar, mbrojtjen që i bën ai korrupsionit dhe bllokimin e sistemit të drejtësisë dhe shtetit ligjor. Por tani kjo po realizohet në mbar Europën. Një pyetje nga Instagram. Zoti Berisha, jam një punonjëse e kadastrës me urdhër të Edi Ramës, po transferohen me qindra apartamente të zyrtarëve të korruptuar në emra njerëzish anonim, pasi kanë ardhur porosi nga partnerët për sekuestrime. Pra, po sabotohen partnerët si ndodhi me operacionet antidrog. A do kërkoni komision hetimor? Ne do kërkojmë komisione hetimore dhe një komision të tillë për akshin, për shembull, ne kemi dorëzuar, sigurisht do dorëzojmë dhe për kadastrën dhe për të gjitha problematikat e mëdha. Por e vërteta është që siç e dini ju, për ky siç përdori 83 mandatet si thika krimi për të bllokuar shtetin ligjor, i përdor ata për të bllokuar komisionet hetimore. Ndaj dhe për ju, për mbar qytetarët, rruga e vetme mbetet revolta e fuqishme, kryengritja e përgjithshme, kryengritja paqësore e mbar shqiptarëve. Prenga Ndreca, zoti Berisha, jam prenga nga Mirdita. Me ndarjen e re territoriale, Rama kërkon që ashtu si etërit e tij të vazhdojë të mbajtë ndarë këtë trev për faktin e vetëm se në kufijtë e saj etnografik, Partisë Demokratike i shtohet një deputet më shumë dhe se atë krahin e Majta se fiton kur më nëse është e bashkuar. A do kërkoj Partia Demokratike një Mirdit në kufijtë e saj natyral? Partia Demokratike beson se Mirdita në të gjirin e saj duhet të jetë një entitet i qeverisjes vendore. Dhe e ka deklaruar këtë. Por Edi Rama do përdor mandatet e tij të krimit kundër këtij projektit Partisë Demokratike. Ai mbetet për të zbatuar në rastin e parë nga qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike. Dalip Gashi, mediat në Kosovë po ngren alarmin se grupet të lidhura me Ramën po investojnë në ndërtim në Kosovë, pra ka dyshime që po ndërtohet një skem pastrimi parash si në Tiranë. Sa do të dëmtonte kjo Kosovë në raport me integrimin dhe mbi të gjitha me Serbinë, që me argumenti se Kosova po bëhet narkoshtet që na rrezikon dhe mund të ndërmarr akte? Në mënyrë të përsëritur ne kemi deklaruar se narkoshteti shqiptar i Edi Ramës përbën rrezik të madh për sigurinë e rajonit dhe të Europës. Siç e shihni ju, me shpejtësi marrëmendse në mediat e botës po ka shpërthyer dhe po rritet denoncimi i mafjes shqiptare si mafja ndërkombëtare më e rrezikshme e planetit, sepse ajo është eksportuesi kryesor i kanabisit në Europë dhe është transportuesi kryesor i kokainës nga Amerika Latine në Europë. Ajo vazhdon të kërkojë tregje të tjera. Në këtë kontekst është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të marrë çdo mas për të prerë tentakulat mafioze të Tiranës në territorin e saj, për të mbajtur respektuar ligjin dhe shtetin ligjor. Dhe unë kam besim se autoritetet e Kosovës do të dinë të përgjigjen këtij ta quajmë agresioni mafioz droge të Shqipërisë ndaj Kosovës. Një profil me emrin qendrestar historik shkruan doktor Emri Taulant Ballës nga nuk del. Kur do kërkoni ndonjë komision hetimor për këtë trafikant sepse spaku nuk po lëviz? Faleminderit. Taulant Balla është sot në parlament pas Edi Ramës njeriu me dokumenta zyrtare, i provuar si njeri që ka porositur vrasje dhe
se dokumentat zyrtare në cilat faktojnë se ai ka porositur vrasje janë asgjësuar me vendim të një prokurori dhe një gjykatësie në Elbasan. Proces verbal i këtij vendimi ekziston dhe është publikuar. Tauland Balla është personi i cili ka bërë marrëveshje me kartelin e Suel Çels për të arrestuar bandat rivale në Elbasan në mënyrë që ato t'i sigurojnë qindra mijëra vota dhe kjo marrëveshje është zbatuar. Bandat rivale u arrestuan dhe karteli i drogës i Suel Çelsi siguroi Tauland Ballës qindra mijëra vota. Tauland Balla është personi i cili u dërguar nga Suel Çela, nga karteli i Elbasanit, për të liruar nga burgu 2 terroristë që kishin vendosur tritol në shalën e bicikletës në Lulzim Kulls për ta hedhur atë në erë, dhe që tritoli ran nga shala dhe shpërtheu në rrugë, që të dy u liruan me udhëtimin që bëri Tauland Balla me Vac Stakën, prokuror sot është në KLG apo se ku është, dhe nuk ka asnjë mas. Tauland Balla ekziston i akuzuar në porosi që ka dhënë për të vendosur revolën në rrethimin e oborrit të një familje që ky konsideronte jo socialist në mënyrë që ata të arrestohen. Balla është autor i krimit të Toyota Yaris, ku ai u akuzua se priste 5 milion euro, por në fakt ai është i regjistruar kur ishte ministër se do dhe bëri gjithçka për të liruar jo parat, po edhe makinat që i përkisnin kartelit Çela. Pra, në qoftë se ka një zyrtar me dosje krimi më të rënda se sa Tauland Balla, ai është vetëm Edi Rama dhe askush tjetër. Natyrisht ne këto i kemi bërë publike para opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar. Por ai ka imunitet, siç ka Lubi Balluku, siç ka Edi Rama, lidhjet e tij me krimit janë një lloj imuniteti. Ne do paraqesim sigurisht komision hetimor, por 93 mandatet e krimit përdoren 83 mandatet e krimit përdoren kundër tij. Armando Turtulli.